Mos të shikojmë përvesën të mirë. Apo me sy tona shiko vetëm atë që është e mirë. Mos shikojmë atë që nuk është e mirë. Nëse do më ndëgjoj vetëm atë që është e mirë. Mos ndëgjoj atë që nuk është e mirë. Gjithashtu kur don me shfaq diçka para njerëzve, çka do qoftë ajo me shfaq? Shfaqe atë që është e mirë dhe shfaqe në mënyrën më të mirë. Andaj Allah xhallahu ala ka porosit që kur themi, ka thonë thuaj aty që kanë besuar yaqulu allati hiya ahsan. Le të thonë atë që është më e mira. Në komunikim njëri me tjetrin, apo duhet t'ia themi njëri atë që është më e mira. Që të del për neve e mira dhe kjo e mirë të del në mënyrën më të mirë, nga se ai që është i mirë kështu na ka mësuar. Në qoftë se ka kuptuar drejt emrin e Allahut i mirë, atëherë në vetën tënde, në brendin tënde, mos të fshihet asgjë pas e mirë. Nga se dikush mund ta shfaqë të mirën, por ta fshihet të keqen. Atë s'ka kuptim shfaqja e të mirës, nga se fshehja e të keqes do ta njollos këtë mirë. Domosdoshmë. Prandaj sikur se ka thënë Hasan al-Basriu, rahimahullah, nuk e fshehet dikush një gjë në zemrën e tij e që mos ia nxjerr Allahu përmes gjuhës së tij. Gjithsesi, çka do që të mshef për dikon nga e keqja, nga paragjykimet, domosdoshmë atërshet gua, ama komandoj pe guas, patjetër. S'ka çfarë pa dal. E çet gjua nuk e mon. Prandaj, nëse don me dal mirë pe teje, apo duhet me mshef mirë. Duhet me e fshehta me kone mirë që pastaj e dukshme dhe e hapur atë e mirë. Po nëse fshehem për një dërin paragjykime, mendime jo të mira, gjëra do dalin këtu. Gjithsesi do dalin. A del pastaj përmes veshit, a përmes gjuhës, a përmes syrit, a përmes dorës, kjo pastaj nuk ka rëndësi, po do del. Pra nëse e ke kuptuar emrin e Allahut i mirë si duhet, fshihet mirën dhe shfaqet mirën. Gjithashtu për asaj që duhet kuptuar dhe ndikuar nga Allahu i mirë është që të jemi nga ata që e përhapim vetëm të mirën. Mos përhapim të keqen. Të përhapim vetëm ato fjalë, të përhapim vetëm ato raste, vetëm ato tregime, vetëm ato ngjarje, të përhapim vetëm atë që i kontribon për shtatshmërisë e muslimanëve mes vete. Mos përhap atë që u prish dëmzort. Me nxikën atë dy dhëm një me një, e atë ata më shihni nxir, mos e përhap posa që është e mirë. Përhap vetëm atë që është e mirë ose hesht, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, falyakul khairan. Le të flet mirë Allah, ose hesht, çuj, më mirë mos fal hiç. Nëse nuk bën njëri umushunu në makineri që prodhon veç zi, apo makineri që prodhon veç prishje, mos përhap. Po çështu ke, a sa staja, pa anja i tha, çështu ke, po ti mos thuj. Ti mos e përhap të keqen, përhap të mirën. Përhap vetëm të mirën mes muslimanëve. Përhap vetëm gëzimin mes tyre. Përhap vetëm disponimin, vetëm unitetin. Përndryshe hesht Allah. Mos përhap diçka tjetër. Sa pak jena dome të coptuar të mërzitur, që la dikush marr me ashtu këta, përhape o i mirë, përhape të mirën. Dhe o e mirë, përhape të mirën. Përhap në të mirën dhe bëuni të mirë. Ai që ka kuptuar drejt, emri e Tayyib, i mirë. Dhe ai që ka kuptuar drejt se nga i miri vetëm e mira vjen. Ai tenton me çdo mundësi dhe me çdo kusht mos ta njollos të mirën. Mos e njollos të mirën me asgjë. Mos e njollos këtë mirë, këtë shariat, me fjalët e tua të pandërgjeshme, me përgjigjet e tua të padijshme ignorante. Mos fal për këtë fe, padije se e njollos. Mos thuaj kjo s'bën është haram. Ndërsa në esencë këtë ulemat kanë bën, mos e njollos. Mos e njollos këtë fe duke lejuar atë që shariati ka bërë ndaluar. Kjo njollosje. Mos e njollos shariatin me punët e tua. Mos e njollos shariatin me asgjë. Por mundoja që t'ja rush këtë bukuri. Nga se Allahu është i mirë dhe feja e tij është e mirë, andaj të munduemi maksimalisht ta ruajmë këtë mirë dhe këtë bukuri, mos ta njollosim. Nga se kjo është kuptimi i emrit të Allahut të Tayyib në jetën tonë. Ndikimi i këtij emri është që mos ta njollosim të mirë dhe atë që është e bukur. Dhe gjithashtu mos ta luftojmë të mirën. Kuptimi i drejtë i emrit të Allahut i mirë është që kudo që ndëgjojmë se ka mirë, të bëhemi bashkëveprues në atë mirë,
të bëhemi argat të asaj të mira, mos të luftojmë të mirën. Nga se ai që lufton të mirën nuk ka mundësi me qenë i mirë. Mos e lufto hajrin. Kudo që përhapet hajri, përhapet e mira, përhapet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, përhapet stabiliteti dhe qëndrueshmëria në fenë Allahut xhallahu ala, mos u bë pjesë e saj. Në kuptim negativ të luftimit të saj. Të luftohet me fjalë, të luftohet nganjëherë me hesht, të luftohet. Nganjëherë luftohet me gjeste, me gjithçka, mos e lufto. Mos e lufto. Nga se pejgamberi sa e ka mallku vrasësin, apo por e ka mallku edhe atë që jep isharat për vrasje. Wallahi, veç me sy me bëj kështu. Edhe si pasojë e kësaj, më vra dikush ti e vrasës. Po sa zmonane? Veç me sy ja ke bëu dikujt, është vrasje. Nga se kur ka hi Ikrime ibn Abi Jahl tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas keq ka bë. Dhe ka hi disa prej të mëdhëve, ende kanë qenë në dytësirën e të kalumës të keqe, çka ka bën nga vrasja e ashabëve dhe nga vrasja më dashur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë dëgjuar dhe kanë dalë nga tenda e tij. Atëra e kanë vërejtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ke i kënaqur me ta. Omeri radhiyallahu anhu tha ja Rasulullah, pse s'bune me shaj në momente kështu me kokën. Tha s'jamuna që në mashtrim i vroj njerëzit atë. Apo andaj nëse vroj dal ballaballi thon. Ama jo me intriga, me fjalë pas spine, me syje, me shaja, kështu s'bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'bën kështu pasues e tij. Apo nuk bën shkaktar që me fjalë indirekte, me përhapje të lëme të caktuara kështu më radh me luftu të mirën apo. Nëse je burr, edhe s'të pëlqen e mira dikujt, dili ball, edhe thu që kjo nuk ka rregull, që kjo s'bën, që kjo një lloj të mirën. Ndërsa me intriga, me thashë thëme, me fjalë poshtë përpjet, me luftu të mirën, ndërsa kur ballavaçosh e shpreh se po duket e mirë, kjo është dyftërsi e rallës. Dhe kjo është poshtërsi që nuk duhet besimtari të jetë i ndyrë dhe të jetë i zhytur në të. Prandaj besimtari është i mirë dhe nuk e lufton të mirën. Nëse lufton diçka, lufton ballhapur dhe faqebardh, edhe lufton pse mendon se është e keqe dhe e din shumë mirë pse është e keqe. E dëshmon dhe e tregon. Përndryshe, nuk ka më simon është e mirë, po mos më pëlqen. Atë ti si je i mirë. Ne këtu duhet të ketë diçka që nuk është rregull, nuk është mirë apo. Andaj, nëse je i mirë, dhe nëse e ke kuptuar drejt emrin e Allahut i mirë, mos e lufto të mirën. Kur mos lufto të mirën, po bëu për krahas i saj, me çka do të ke mundsi, për krahë të mirë apo. Nëse je i mirë, atëra përfiton nga çdo e mirë. Nga kushdo qoftë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që ajo që ka dalë një e mirë, sa dhe ka thonë të vërtetën, që kjo e vërteta e vetë me iblisit, që ata merja. Andaj, nga gjdo kush që del e mira, kush do qoftaj, mere, përfiton nga gjdo e mirë. Andaj, edhe pse ata që e kam përdu këtë telefon, si pas kuptimin ton, nuk janë të mirë në besim, na përfitojmë këtë aspekt. Na dim çfarë të marrim nga gjdo kush, dhe dim të përfitojmë nga gjdo kush, nga se e mira është shpëndam. Prandaj nga e mira e ahiretit dim pe ku të marrim dhe nga e mira e dunjas dim pe ku të marrim. Prandaj mësohu që të përfitosh nga çdo e mirë. Qof fjalë, vepër, këshill, porosi, pajisje, çka do qoftë. Përfiton nga çdo e mirë e mos e privo veten tënde nga ky përfitim si pasojë e paragjykimeve ose si pasojë e gjërave të përshtyllura. Është i keq atje edhe këtu s'ka lidhje. Këtu mund të jetë i mirë. Këtu mund të jetë i mirë, andaj përfiton nga çdo e mirë.